Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në një takim në Kuçov ku ka folur për agroturizme të qarkut Berat. Rama tha se Banka e Shqipërisë do të financojë me 250 milion euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme që ka në fokus bujqësinë. Gjithashtu Rama bëri thirrje sipërmarrësve të agroturizmit që të fokusohen edhe te agropërpunimi në mënyrë që të dalin në treg me produktet e veta. Na quajta shumë të drejtë dhe dëshirën e ministres edhe të drejtores së AZHBR-s për ta ndarë këtu me ju dhe përmes kësaj me të gjithë të tjerë risin e një e dy linjave të reja të financimit, por duke u nisur nga linja kryesore e financimit të re që është linja e Bankës Shqipërisë, është një instrument kredi i ri i Bankës Shqipërisë, nuk ka bërë kurrë më parë, duke vendosur 250 milion euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe me fokus tek bujqësia. Dhe natyrisht, kur vjen puna tek fokusi i bujqësisë, agriturizmi është një nga komponentët, patjetër serat, patjetër blegtoria, patjetër agropërpunimi nuk diskutohet, por edhe këtu dua t'ju nxis të shikoni pak më tutje duke menduar edhe për agropërpunimin në funksion jo thjesht agroturizmit, por në funksion edhe të rritjes biznesit tuaj edhe të daljes në treg me produktet tuaja. Rama tha se do të vendosen 250 milion euro në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme të fokusuara te bujqësia. Kryeqeverisë kërkoi nga bizneset që të jenë më ambicioz për të synuar dhe tregun e jashtëm dhe kjo sipas tij mund të bëhet duke ofruar cilësi dhe origjinalitet dhe jo masivitet. Rama kërkoi gjithashtu një vëmendje më të shtuar te agropërpunimi.